sot para jush do të prezantoj rezultatet e implementimit të planit punës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2025. Dokument ky strategjik që ka udhëhequr veprimtarinë tonë institucionale drejt rritjes së efikasitetit, transparencës dhe cilësisë së shërbimeve gjyqësore. Të dhënat e përmbledhura dëshmojnë një angazhim serioz dhe qëndrueshëm në të gjitha nivelet të sistemit gjyqësor në realizimin e objektivave të përcaktuara në planin e punës KGK-s për vitin 2025. Para vetit që pika ditës pika 2 i keni të gjitha dokumentet e secilit institucion që filluara nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, gjykata supreme, gjykata themelore, gjykata komerciale dhe gjykata apelit. Në nivel të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nga 44 aktivitete, të planifikuara janë përfunduar 21, që përfaqëson një shkallë të realizimit në 80% realizimit. Ky rezultat dëshmon përkushtimin e administratës së KGK-s në përmbushjen e reformave dhe nismave strategjike dhe në rrethona sfiduese praktike dhe buxhetore. Këto 3 aktivitete që nuk janë implementuar kanë qenë aktivitete të teknologjisë informative, të cilat kanë qenë të mbështetura nga USAID për shkak të ndërprerjes së projektit, kanë mbetur të pa implementuara. Gjykata supreme ka shënuar një sukses plot duke realizuar të gjithsej 23 aktivitete të planifikuara me një shkallë të implementimit për 100%. Ky është një tregues i qartë i disiplinës institucionale dhe rolit udhëheqës të kësaj gjykate në zbatimin standard më të lartë të funksionimit të institucionit. Po ashtu edhe gjykata apelit ka përmbushur në tërësi planin e saj vjetor duke realizuar nga 29 aktivitete apo 100%, çka reflekton edhe këtu që kemi një menaxhim të mirëfillt dhe një koordinim efikas të resurseve njerëzore dhe organizative. Gjykata komerciale nga 28 aktivitete ka realizuar 26 me një shkallë të implementimit prej 93%. Ky rezultat është rrethësisht i rëndësishëm duke pasur parasysh ngarkesën e lartë të lëndeve komerciale dhe rëndësinë që kjo gjykatë ka për klimën e biznesit dhe sigurinë juridike. Në nivel gjykatave themelore rezulton me 100% gjykatat si ne vim. Gjykata themelore në Prishtinë, gjykata themelore në Ferizaj, gjykata themelore në Mitrovic dhe gjykata themelore në Gjakovo. Çka do të thotë nga 34 aktivitete, 34 kanë të përmbushura. Këto 4 gjykata kanë dhënë një shembull të shkëlqyer të përmbushjes së plot objektivave, duke treguar organizim të mirë, leadership efektiv dhe përkushtim të stafit në të gjitha nivelet. Gjykata themelore në Gjilan ka realizuar 31 aktivitete nga 34 me një shkallë implementimi për 91%, që megjithëse jo e plot, mbetet një rezultat i lartë dhe dëshmi e progresit të qëndrueshëm. Gjykata themelore në Pej dhe gjykata themelore në Prizren kanë realizuar nga 33 aktivitete për 34 sa kanë, që përkthejnë një shkallë të implementimit për 97%, për secilin prej tyre një performancë shumë të mirë që tregon objektivat kanë qenë realiste dhe të arritshme. Në tërësi këto rezultate flasin për një nivel shumë të lartë zbatimit të planit punës 2025, me shumicë dërmuese të institucioneve që kanë arritur ose janë shumë pranë realizimit plot të objektivave të tyre. Megjithatë, përveç se jemi të kënaqur me sukseset, është e rëndësishme të reflektojmë edhe mbi aktivitetet e mbetura të realizuara në mënyrë që të identifikojmë shkaqet, të adresojmë pengesat dhe të sigurojmë që këto aktivitete të fshihen dhe të përmbyllen në ciklin e arshëm planifikues. Të nderuar anëtarë të Këshillit, këto rezultate janë fryti një pune të përbashkët i gjyqtarëve, i anëtarëve të Këshillit, stafit administrativ, menaxhmentit të gjykatave dhe strukturave të KGK-s. Ato dëshmojnë një sistem gjyqësor që po ecën në drejtim të duhur drejt forcimit të sundimit ligjit, rritjes së besimit për publikun dhe përmirësimit të shërbimit ndaj qytetarëve. Në vitet e vijim, synimi ynë duhet të jetë jo vetëm ruajtja e këtij niveli të lartë performancës, por edhe rritja e cilësisë së zbatimit përmes planifikimit më të saktë, monitorimit më të rregullt dhe bashkëpunimit më të ngushtë ndaj institucionit. Krejt në fund i falenderoj që më kshuat vëmendje dhe i falenderoj ata gjithë që kanë dhënë kontribut për implementimin në këtë shkallë. Realisht është të qartësuar që aktivitetet janë procesi i planifikimit të gjykatave dhe nuk më kupton që performancën individuale të gjyqtarëve, të rezultateve në përfundimin e çështjeve në afate, por janë aktivitetet e veçanta që planifikohen për Këshillin dhe për gjykatat dhe që në këtë rast duket që është një ndër vitet që tregon një përmbushje të plotë të asaj që është planifikuar në vetë si vlerësim ose si nevojë edhe për Këshillin dhe për gjykatat dhe është tek rëndësishme si trend me vazhdu duke pasur punë në mendje specifika që i dikton koha në kuadër të rrethana apo të gjendjes së ndodhur në
nivel të gjyqësurit. Nuk e di ka të në një pyetje për asesin që ose jo, të falenderoj për prezentimin. Me vendimin KGK-s numër 492/2025 ka miratuar organogramin për pozitat e gjyqtarëve për vitin 2026. Organogrami i pozitave për gjyqtarë në Republikën e Kosovës i vitit 2026 përmban 482 pozita për gjyqtarë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës përmes këtij numri është fokusuar kryesisht në rritjen e efikasitetit në gjykatën e apelit, duke shtuar numrin e gjyqtarëve në gjykatën e apelit dhe ndërsa fokus të veçantë i ka kushtuar krijimit të gjykatës administrative. Në materialin që keni para vetes, Departamenti për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, konform vendimit të Këshillit, është obliguar dhe është detyruar që të bëjë përgatitjen e planit të përgjithshëm të personelit për gjyqtarë dhe administratën gjyqësore për vitin 2026, duke ndarë pozitat ashtu sipas vendimeve të cilat tashmë janë në fuqi dhe akte të miratuar nga Këshilli. Organogrami ky plan i punësimit përmban gjithsej 44 faqe dhe në fillim është gjendja aktuale e gjyqësorit. Pastaj janë të dhëna statistikore ku paraqiten të dhëna për të gjitha gjykatat në faqen 5, plani i përgjithshëm i personelit për gjyqtarë dhe administratën gjyqësore për vitin 2026 për gjykata dhe deg që përfshin nga faqja 6 deri në faqen 38 dhe plani i përgjithshëm i personelit për Këshillin, Sekretariatin e KGK-s dhe njësinë për inspektimin gjyqësor për vitin 2026 faqe 39 deri në 41, pensionimit e vitit 2026 faqe 43 deri në 44 dhe rekomandimet që janë në faqen 45. Gjatë kësaj kohe ne kemi pasur disa takime dhe takimi kryesor ka qenë me kryetarin e gjykatës themelore në Prishtinë, me kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, drejtorin e përgjithshëm sekretariatit, administratorin e gjykatës themelore në Prishtinë dhe udhëheqësin e zyrës për mbështetje juridike. Në këtë takim, fokusi i këtij takimi ka qenë kryesisht themelimi i gjykatës administrative. Siç dihet tash, ligji për gjykatën administrative ka kaluar dhe shumë shpejt ai do të hyjë në fuqi. Dhe pothuajse tërë energjia e departamentit dhe e Këshillit është fokusuar me qëllim të themelimit dhe fillimit sa më të mbar të gjykatës administrative. Gjatë takimeve që kemi pas me kryetarin e gjykatës themelore në Prishtinë dhe me stafin menaxherial të kësaj gjykate, ne kemi arritur disa pajtime me qëllim që gjykata administrative të mos ketë asnjë ditë vonesë dhe që në ditën e parë të ketë të caktuar stafin e saj. Në këtë plan që kemi paraqitur këtu, në faqen 10 e shihni që gjykatës administrative janë caktuar 80 pozita. Prej tyre 23 gjyqtarë dhe 57 staf administrativ. Është e kuptueshme dhe i kuptojmë edhe kryetarin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili ka sfida të veta me ricaktimin e këtij stafi, por megjithatë Këshilli është munduar që përmes këtij organogrami ta funksionalizojë në mënyrën sa më të shpejtë dhe sa më të mirë gjykatën administrative. Duke pas parasysh që me vitet e tëra Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka marrë asnjë pozitë shtesë, do ta pranojmë të gjithë se në cartimin e stafit kemi edhe vështirësi. Për arsye sepse na mungojnë shumë numra, megjithatë përmes pensionimeve të stafit administrativ, të stafit teknik, departamenti është munduar që të paraqes para Këshillit që këto pozita në të njëjtën kohë të shndrohen në pozita profesionale. E kuptojmë që gjykata administrative ndoshta do të ketë si fillim numër të vogël të stafit, sidomos të stafit që shërbejnë po ashtu edhe të stafit teknik, megjithatë ky numër është si fillim i mbar për gjykatën administrative. Me kryesuesi në konsultim me kryetarin e gjykatës themelore në Prishtinë dhe gjykatës komerciale kanë arrit pajtimit që në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit për gjykatën administrative të krijohen edhe listat e të punësuarve dhe gjyqtarëve. Tashmë Këshilli ka një konkurs për transfer të gjyqtarëve në gjykatën administrative dhe në momentin e themelimit të kësaj gjykate të jenë të gatshme dhe para Këshillit do të paraqiten listat e të gjithë të punësuarve dhe gjyqtarëve të cilët do të fillojnë punën në gjykatën administrative.
Po ashtu një fokus në këtë organogram është kushtuar edhe Gjykatës Supreme dhe Gjykatës së Apelit në rritjen e numrit të bashkëpunëtorëve, të cilët krahasuar me vitin e kaluar janë inkorporuar në organogramin e këtyre gjykatave. Një fokus një rritje të numrit kemi edhe në Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe në Gjykatën e Gjakovës, ku është rrit për një zyrtar të arkivës, për shkak se në këto dy regjione gjendet arkiva e notarëve regional, ku të gjithë dhe kjo është minimumi i plotësimit të këtyre pozitave. Në organogramet që keni para vetes janë të paraqitura të gjitha pozitat të cilat janë aktualisht të miratuar me buxhet, të gjitha pozitat të cilat janë aktualisht të plotësuara, pozitat të cilat aktualisht janë në procedurë të rekrutimit dhe pozitat të cilat gjatë vitit 2026 do të pensionohen. Do të theksuar se në këtë moment Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka të plotësuara gjithsej 2121 pozita, dhe prej tyre janë 467 gjyqtar, përfshin këto edhe anëtarë të Këshillit, si dhe 1654 staf tjetër administrativ. Aktualisht, konkurse në procedurë të rekrutimit në Këshillin Gjyqësor të Kosovës janë 149 pozita. Prej tyre janë gjyqtar 15, bashkëpunëtor 28, administrator, zyrtar ligjor 41, referent, si dhe të punësuar të tjerë. Ky organogram nuk reflekton asnjë lloj situatë të tretë që mund krijohet me ndarjen e buxhetit, sepse në princip ne presim që në vitin 2026, në momentin që do të kemi ndoshta ridiskutime për buxhetin apo nga diskutimet apo dëgjimet që më herët të reflektohet mbi zhvillimet që kanë ndodhur në gjyqësor në periudhën 2025-2026 dhe në veçantë 2026, dhe që në kupton që themelimi i gjykatës administrative në princip do duhet ishte detyrë në raport e qeverisë po dhe konventit të mbështetjes gjyqësore me resurset e nevojshme që kjo gjykatë jetë funksionale, për shkak se në të dy rastet edhe kur është themeluar gjykata komerciale dhe kur do të themelohet tani gjykata administrative, ka pas ta themi vlerësime bazë në rastin e aktivit të koncept dokumentit për nevojën e krijimit të këtyre dy gjykatave, dhe se në fakt nga ato dokumente është qartësuar sa duhet jetë numri i gjyqtarëve dhe i stafit mbështetës. Mirë po ajo që është po ashtu evidente është që vetëm në vitin 2022 ne kemi pranuar 50 pozita të bashkëpunëtorëve dhe nuk kemi pranuar asnjë pozitë të mbështetur nga qeveria në 3 vitet e kaluara, përfshi këto dhe vitin 2021 në fakt përfaqësojnë 4 vite. Prandaj unë shpresoj që duke marrë si më thonë shkake edhe nga historia jo e mirë e mbështetjes që ka qenë për gjykatën komerciale të ketë në reflektim këtë rast për gjykatën administrative, sepse është tetë e kuptueshme që jurisdiksioni i kësaj gjykate do të jetë i gjerë në kuptimin e materias që trajton dhe njëkohësisht nevoja për resurse të jetë po ashtu e domosdoshme. Ky plan punësimi përfaqëson konceptin më të mirë të mundshëm për 2026. Shpresoj që kemi reflektime dhe njëkohësisht na mundson neve që në një periudhë shkurt ta bëjmë funksionale gjykata administrative. Një pjesë e stafit do të jetë transferuar nga gjykata themelore e Prishtinës, sepse në fakt disa vetëm punojnë aktualisht në departamentin administrativ dhe një pjesë do të jetë i ndarë ose i caktuar nga rekrutimet që janë në proces të aktualisht apo nga rekrutimet që do të zhvillohen pas miratimit të diplomit të fuqësimeve. Nuk e di ki ka veç na jetë mësuar veç me mikrofon, jo me që kanë vëmendje, nuk di e ka vrejti që dyja që më klasur për buxhetin, po
kemi shputje. Po janë fillimin që është koincidencë, nuk është së skenar. Ky plan punësimi vjen edhe pas procesit që është zhvilluar gjatë vitit 2025 për shëndrimin e pozitave teknike të brendshme në profesionale, në rast ku janë plotësuar kustet dhe unë besoj që kemi rrinë në një farë forme me përmbushje edhe kërkesat që kanë pasur gjykata dhe detet gjykatave që stafit brendshëm të japet një mundësi për proces avancimi ku janë plotësuar kustet dhe jemi në momentin kur realisht janë do të shikohet edhe mundësia e punësimit të stafit teknik sepse nuk kemi alternativë tjetër. Unë këtu po e lutem diskutimin, të hapi diskutimin për anëtarët nëse kanë pyetje apo çështje që duhet me ngrit për lidhur me këtë propozim për planin e punësimit. A ka dikush ndonjë çështje? Dihet e refreni i profesor Hametit këtu edhe historisht paret që duhet të jenë fokus edhe komunitetet në plan punësimi, unë besoj që tashmë na kemi një traditë avancuar në këtë proces të njëkohësisht kemi synim me promovu sa më shumë pjesëmarrjen e sa më shumë anëtarë të komunitetit në administratën e sistemit gjyqësor, por njëkohësisht edhe të gjyqtarëve nuk shoh asnjë sfidë edhe në këtë kuptim për shkak se të gjithë bashkë përfaqësojmë idenë që vlerat kushtetuese kërkojnë që kemi të kalim atje dhe të kuotave që parashihen si standard minimal i prezencës së komuniteteve apo përfaqësimit në administratën e sistemit gjyqësor.